qytetarëve të Kosovës në të gjitha rrafshet. A mund të shkaktoj pasojë për vendin, pra mos pasja e institucioneve të reja në Republikën e Kosovës pas zgjedhjeve të nënshkurt? Pasojat nuk është që s'kan fillu me u ndije. Tashi, ky polarizimi politik ishte kanë mirë me u përfundu më shpejt. E qartë, por edhe në raport me këtë paralajmërimin e presidentit amerikan. Në vazhdimsi të kësaj, për mos me rridh ky polarizim edhe tek instancat tjera tek qytetarët e Republikës dhe për të tregu seriozitet. Disa herë edhe në misionin juaj e kam potencu që reflektimi i mos seriozitetit është ka ndodhur në Republikën e Kosovës, sidomos në raport me faktorë ndërkombëtar, dhe këtu kemi bëjmë me të gjitha aleatët ndihmuesit e Republikës së Kosovës prej krijimit të saj. Kemi treguar jo seriozitet sa mos bën. Mbi 4 muaj tani po bëhen prej momentit mbajtjes së zgjedhjeve nacionale në nivel vendi të përgjithshme dhe nuk kemi insione. Seriozitet, jo seriozitet më i madh nuk di ku ka më shumë. Tash me vazhdu prapë me të njëjtin avaz, me të vërtet reflekton pasojat, vërihen edhe sot pasojat e kësaj. Kriza institucionale po vazhdon. Zoti Maloku, nesër do të ketë tjetër tentim, i 33-i me radhë. Duket që pa marrëveshje politike mund të kalohet kjo situatë apo jo? Jo, me këtë modelin aktual, unë shoh vetëm që edhe deputetët, numri atyre të cilët po marrin pjesë e po votojnë, ka po bie, dhe kjo është një lloj situate jo seriozitetit. Dhe tani, kur ke këtë situatë jo seriozitetit, jo vetëm për Shtetet Bashkuara të Amerikës që edhe presidentin e saj që ka atipik në raportet ndërkombëtare, po edhe për ato të cilët e mbajnë hala në vit tradicionalit bombjes politikës që janë vende aleate të Republikës Kosovës, reflekton jo seriozitetin dhe në sens fundit tash jo me vullnetin për ti arsyetuar disa veprime, po edhe Bashkimit Evropian, mirë po unë sot nuk po i gjej shumë fajtor as ata. Pse më u interesu për qytetarin dhe për Republikën e Kosovës, Gjermania, Franca, Anglia, kur sot lidershipi politik në Republikën e Kosovës nuk tregon respekt për veten dhe për qytetarin për t'i respektu vullnetin e nënshkurtit. Dhe në këtë rrafsh edhe faktori ndërkombëtar është keq me të lënë me ecë me rrjedhë sipas rrethonës, thonë lelet rrjedh. Kjo është momentum jashtëzakonisht i keq për Kosovën dhe këtë momentum po ja ofron lidershipi politik. E posaçërisht po e bëj obligues dhe përgjegjës atë që ka edhe privilegjin e përgjithësinë që është i pari pas procesit zgjedhor. Pra, thonë që Kosova ka nevojë për një ndërhyrje ose përfshirje më të drejtë për drejtë të faktorit ndërkombëtar. Me që s'ka zgjidhje aktuale. Në vazhdimsi e kam kritikuar dhe kam përdorur të fjalë ndërkombëtarokraci. Po, e qartë. Dhe kam qenë kundër kësaj. Dhe kjo është dhimbta më e madhe që mundem me përjetu në momentin kur prap tentohet që të konsiderohet si rrugëzgjidhje një ndërhyrje ndërkombëtare për momentin aktual në cilin ndodhet Republika e Kosovës për përballjen e misioneve. Për arsye se po tregojmë papjekuri total. Prap po them, lutem shumë që mos ndodh ky momentum, por me të vërtet kjo deklaratë e përdorur në kontekstin e shpjegimit të situatës të caktuar nga ana e presidentit Trump, po edhe kërkesat edhe ftesat tjera që kanë qenë nga faktori ndërkombëtar, nga gjithë qoftë ambasador, qoftë nga instanca tjera, që të reflektojnë seriozitet dhe të ndryshohet ky pozicion. Për ndryshe, jo kush do të reflektojë, zoti Maloku, po i dim qëndrimet që i ka vendosje. I pari pas procesit zgjedhor ka edhe partitë tjera, po. I pari pas procesit zgjedhor ka edhe privilegjin e përgjithësinë. Kurse të tjerët gjithsesi që e kanë atë pjesën e vet, por po flasëm për këtë që e ka një privilegj, e dihet me fillet që kush e ka privilegjin e ka dhe përgjithësinë për të vepruar. Për rrjedhoj, kishte me qenë mirë që i pari të reflektonte dhe më pastaj të shihej se i pari pas procesit zgjedhor e ka privilegjin dhe fuqinë për të reflektuar.